Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 29 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Njëzet korrik. Ngjarje 1567. James VI u emërua mbreti i Skocisë në Stirling. 1793. John Graves Simoe vendosi të ndërtojë fortesë dhe koloni në Toronto. 1830. Dhënia e dorëheqjes së Charlesit të Francës. 1836. Inaugurimi i ARC de Triomphe në Paris. 1848. Në Tipara Rue, një revolt nacionaliste i pasuksesshëm kundër udhëheqësisë së Britanisë u shua nga policia. 1851. Hannibal de Gasparis zbulon asteroidin 15 Eunomia. Lindje 1883. Lindi Benito Mussolini, diktator fashist në Itali gjatë luftës së dytë botërore. 1985. Lindi Besart Berisha, futbollist shqiptar. Vdekje 1951. Vdik Ali Sami Yen, themelues i Galatasaray Sport Club. 1994. Vdik Dorothy Crawford Hodgkin, kimist britanik, nobelist. 2007. Vdik Michael Surault, aktor francez. 2007. Vdik Tom Snyder, personalitet televiziv amerikan. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Jean-François Pilatre de Rovier, i cili ishte një mësues francez i kimisë dhe fizikës dhe një nga pierët e parë të aviacionit. Ai bëri fluturimin e parë me balon të lirë me François Laurent Darlands në 21 nëntor të vitit 1783 në një balon Montgolfier. Ai vdiq më vonë kur balona e tij u rrëzua. Ai lindi në Metz, ishte djali i tretë i Medgalin Wimland dhe Marthyun, i njohur si de Rozier, një ish ushtar që u bë hanxhi. Interesat e tij për kiminë e drogës ishin zgjuar në spitalin ushtarak të Metz, një qytet i rëndësishëm garnizione në kufirin me Francën. Ai u nis për në Paris në moshën 18 vjeçare, më pas dha mësim në fizik dhe në kimi në akademinë në Reims, gjë që e solli atë në vëmendjen e Comte de Provence, vëllait të mbretit Louis të 16. Ai u kthye në Paris ku u vu në krye të kabinetit të historisë natyrore të Monsieur dhe bëri një shërbëtor për gruan e Monsieur, Madame, e cila i solli atij emrin e tij të fishkuruar Pilatre de Rozier. Ai hapi muzeun e tij në lagje Marais të Parisit më 11 dhjetor të vitit 1781, ku ndërmori eksperimente në fizik dhe ofroi demonstrime për fizikët. Ai hulumtoi fushin e re të gazeve dhe shpiku një respirator. Ngritja e tij e parë me balon u bë më 15 dhjetor të vitit 1783. Ai dëshmoi demonstrimin e parë publik të një tullumbace nga vëllezit Montgolfier. Më 19 shtator, ai ndihmoi me fluturimin e palidhur të një deleje, një gjeli dhe një rose nga bori i përparmi pallatit të Versailles. Mbreti francez Louis XVI vendosi që fluturimi i parë me njerëz do të përmbante 2 kriminal të dënuar, por de Rozier kërkoi ndihmën që të mbështeste pikpamjet e tij dhe të ishte ai i pari që të bënte këtë demonstrim. Mbreti u bind dhe lejoi atë. Pas disa testeve të lidhura për të fituar një përvojë të kontrollit të balonës, de Rozier bëri fluturimin e tij të parë të palidhur me një balon. Montgolfier, më 21 nëntor 1783, duke u ngritur rreth orës 14 nga kopshi i Château de la Motte, së bashku me Joseph Montgolfier. Ai ishte një nga 6 pasagerët në një fluturim të dytë më 19 janar të vitit 1784 me një balon të madhe, të nisur nga Lioni. 4 fizikë francez paguan për një udhtim duke përfshirë një princ. Pjesa e sipër me balonës ishte prej lëkure, deleje ose dhije. Ajri ngrohej me dru.
Rozier mori pjesë në një fluturim të mëtejshëm më 23 qershor të vitit 1784 në një version të modifikuar të balonës së parë, të pagëzuar me emrin e mbretëreshës La Marie Antoinette, e cila u ngrit përpara mbretit të Francës, mbretit Gustav III të Suedis. Së bashku me Joseph Prost, balona fluturoi në veri në një lartësi rreth 3000 metra mbi ret. Ata udhëtuan 52 kilometra dhe 45 minuta. Pavarësisht disa përpjekjeve, De Rozier dhe shoku i tij nuk ishin në gjendje të niseshin nga Boulogne-sur-Mer deri më 15 qershor të vitit 1785. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera ushqyese të sardeleve. Sardelet janë një nga shijet më të veçanta të freskëta të detit, janë ndër peshqit më të vegjël që mund të konsumojmë dhe gatuar në më shumë mënyra të ndryshme. Për të shije së mira të përmbajnë shumë vitaminë D dhe omega 3, duke u kthyer kështu në një paketë shëndeti për organizmin. Kanë veti antiinflamatore dhe omega 3. Sardelet janë një nga burimet më të mira natyrore të acideve yndyrore omega 3. Ato sigurojnë dhe 2 lloje të acideve yndyrore që trupi përdor për të zvogëluar inflamacionin. Të pasura me lëndë ushqyese. Sardelat janë të pasura me shumë lëndë ushqyese thelbësore, përfshirë këtu vitaminën B12, vitaminën D, kalciumin dhe selenium. Ato janë gjithashtu një burim i shkëlqyeshëm i fosfatidileserinës dhe shumë vitaminave të tjera të grupit B, fosforit, hekurit, bakrit dhe kaliumit. Këto lëndë ushqyese luajnë një rol kryesor në shëndetin e organizmit, që nga shëndeti i zemrës tek metabolizmi dhe funksioni i qelizave. Përmbajnë vitaminë B12. Vitamina B12 është një vitaminë e rëndësishme e tretshme në ujë që ndihmon në ruajtjen e funksionit nervor, shëndetin e trurit, formimin e qelizave të gjakut, nivelet e energjisë. Të pasura me selen. Sardelet gjithashtu sigurojnë nivele të larta të selenit që përmbajnë gati 70% të nevojave ditore në vetëm 100 gram. Seleni është një mineral thelbësor që gjithashtu vepron si një antioksidant i rëndësishëm dhe ndihmon që trupi juaj të krijojë mbrojtje. Seleni lufton radikalet e lira që shkaktojnë sëmundje, ndihmon në rregullimin e metabolizmit dhe përmirëson funksionin qelizor. Gjithashtu është një mineral që ka aftësinë të ulë stresin e organeve si mëlçia dhe tiroidja, mbron shëndetin e kockave. Delikatesat e vogla të detit janë një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve që janë thelbësore për të ruajtur një strukturë të shëndetshme kockore. Në këto vitamina ka dhe minerale, gjithashtu gjendet vitamina D, por edhe minerale si kalciumi dhe fosfori. Konsumimi i ushqimeve të pasura me kalcium dhe vitaminë D parandalojnë humbjen e mineraleve të kockave dhe ndihmojnë në shërimin e kockave të thyera pas lëndimeve. Rregullojnë humorin. Falë përmbajtjes së tyre të lartë të acideve yndyrore omega 3, ushqime si sardelet mund të jenë të dobishme në parandalimin e çrregullimeve të humorit, të tilla si ankthi dhe depresioni. Mbajnë në kontroll sheqerin në gjak. Sardelet janë të mbushura me yndyrra të shëndetshme dhe proteina, të cilat punojnë për të ngadalësuar thithjen e sheqerit në gjak. Konsumimi i ushqimeve me shumë proteina dhe yndyrna të larta, siç janë sardelet, mund të ngadalësojë çlirimin e glukozës në gjak. Ulin peshën. Sardelet janë të larta si në proteina dhe ashtu në yndyrna të shëndetshme, duke i bërë kështu një nga peshqit më të shëndetshëm për të përfshirë në dietën tuaj të përditshme. Duke marrë parasysh të gjitha përfitimet e tyre shëndetësore, sardelet kanë pak kalori, por janë të pasura me lëndë ushqyese që shumë prej njerëzve ju mungojnë, duke përfshirë acidet yndyrore omega 3 dhe vitaminën D. Ato janë një burim i shkëlqyeshëm proteinave me pak kalori për njerëzit që kërkojnë të ulin kalorit dhe të humbasin peshë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 29 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot shumë të nxehtë dhe dominim të kthjellimeve në të gjithë territorin. Gjatorëve të pasdites në relivet malore lindore priten vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mot të nxehtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 41 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë allëgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 pall. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9 deri në 10. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:26 minuta, ndërsa
ndërsa perëndimi rreth orës 29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 41 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 37 gradë. Peshkopi 19 deri në 35 gradë. Tiranë 25 deri në 40 gradë. Durrës 26 deri në 36 gradë. Kavaj 25 deri në 36 gradë. Elbasan 24 deri në 40 gradë. Berat 24 deri në 41 gradë. Korç 18 deri në 32 gradë. Vlorë 26 deri në 35 gradë. Gjirokastër 20 deri në 34 gradë. Sarand 26 deri në 35 gradë Celsius. Tani u ftoi të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 29 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot kryesisht i kthjellët dhe shumë i ngrohtë, që të pasdites në zonat malore mund të shfaqen rëndësira të lehta kalimtare, por pa kushte përreshje. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijnë me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresi deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 37 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 18 deri në 36 gradë Celsius. Podujev 17 deri në 35 gradë. Skënderaj 18 deri në 36 gradë. Pej 18 deri në 36 gradë. Prishtinë 18 deri në 36 gradë. Gjakov 19 deri në 37 gradë. Malishev 19 deri në 37 gradë. Gjilan 18 deri në 36 gradë. Ferizaj 18 deri në 36 gradë. Kaçanik 17 deri në 35 gradë. Suharek 19 deri në 37 gradë. Prizren 19 deri në 37 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.